Si ke emrin ti? Emir. Shqiptar, a? Shqiptar. Emir Vogli që Pikalaje. Sa vite ke që merresh me këtë punë? 14 vite. 40 vite. Baba jam merret të 60 vite. Çaj që peshkatar? Jo, detar. Detar. Po porti ulqinit, port të peshkimit ka qenë apo jo? Po. Shtëpia në Kalasa e vjetër është. Për 1000 vjet. 1000 vjet domethënë? Po, baba që. Po. Shumë i bukur gjiri. Ka turist? Ka paksa. Ka fillu paksa më mirë. Shqiptar vjen? Vin shqiptar pi Kosovë pi Shqipëria. Ne sot kemi ardhur një grup nga Shqipëria. Ja dhe Speranca? Tash po vazhdo më gjatë. Vazhdojmë, po. Jemi live. Jemi live i kërmi të kapitenit. Shpine ka një vjeqare lartë, kapitenit. Tashi si jesën kjo? Ja ka para dhe mbrapa. Sa marrë që ka para? Një, para, një mbrapa. Po shpejtësit pastaj? S'ka vesh një jep gas ma vore. Dhe si s'kudo me vozit shpejt puna policisë. Po normal, ka... Ja, kënë radarin si në atisën ta sa vozisim e në avjen denime. Po. Sigurisht, sa vite ka kjo varga? Kjo ka 2021 në Turqi. Po. E vete kam të tukë këtë me drusisht. Ka qenë pastike, unë kam ditu me dru. Po këse me dru apo shme... Shma bukur. Me fugur. Me përmra bukuria. Vetëm nga bukuria. Po. Zakonisht ka dalë deti apo është kështu? Herë ka dalë, herë s'ka dalë. Dje ka pas dalë, se s'ka pas, se s'ka. Po. Kur ka dalë nuk del dot. Jo, nuk dalë. Nuk dalë. Tash ku do shkojmë në çfarë vendesh? Do të shikojmë Kalane Ulqinit, limani 1, limani 2, limani 3. E do të kthehemi në anën tjetër, do të shohim një 50 pasha këmen, me ke hotel Albatrosit edhe kthehena mbrapa. Po. Këto janë gjitha plazhe publike apo private? Janë private janë. Erën e peshku ma. Ja, anijes nuk moshtë në kerën e peshku. Do më thënë kjo rrinë... Vesh për musafir. Vetëm për musafir, po. Kam 2 copi shkja dhe kam një tjetër më të madhe pak. Po, kjo çka kapaciteti ka kjo? Kjo ka 50 vende. Zakonisht sa zgjat një udhtim po themi ne sikur që do bëjmë sot? 45 minuta, deri 50 minuta. Po. Na thom një orë, se disa të firë musafir, sa dali musafir, dhe mund për një orë. Po, rëvjes. Këtu është bregu shkëmbor. Bregu është me shkëmbi. Bregu me shkëmbi, po. Këtë të dojnë plajë, kish plajë Kalas. Po. Kish plajë Ima 1, po, në? Se shpëtali këtë Ima 2 dhe përsa. Po. Tu kanë qenë në 2008, kanë bërë shumë rusë. Po. Dhe që kanë këthy prep mrapa i kanë qitë rusë prep, se kanë këthy me shku bakarot. Po. Dhe kanë këthy prep i ble Kosovar, Shqiptar, Uqinak. Sa orë punon ditë? Varet, sa ka punë. Po. E 5-6 ora po, e lati dhe 5-6 ora. Nga 5 mëngjesit, 6 mëngjesit? Ja, 5 ora vetë, ma me gjithë vetë. Si e përballoni vapën? Sa dim vaku, në kur s'ka dhe, ka të dim vaku të tana. Tashi te ky shkëmbi që kemi këtu në Zafër mund të kalosh aty deri. Mund ma, edhe pak sa ma, se ka shkëmbi rreth. Po, shkëmbi më të vegjël. Po. Peshkimi nga e bën? Si ka pak? Ku e bën peshkimin? Sa larg? Pito, një sekond e vaj në për to. Afër bregut. Afër bregut. Sa kilometra afër bregut? S'ka fare shkaminit e hedhim ku vjetër. Po. Çfarë peshku? Kira qefo, levrek, orat. Ka kalecet e gjumë pak sa marrë një shumë drejt për jashtë. Po. Një mik për jashtë. Po.
ka të ardhur për Bushatit, para 1000 vjetëve. E në luftën e dytë botërore, baba jem ka lënë Bushat. E janë këtu prapë në Malci, në Qirë. Po. Që uçini dikur i ka të ku Shqipërisë. Po. Deri Kongresin e Berlinit. Kongresi i Berlinit ja ka na Malizi Po. Qine. Po. E na kena afër edhe në Shkodër, ka një staf shumë të mirë, familjar. Me t'jenti mbi emër? Po. E ka ruajtur mbi emër? Po, e ka ndru paksa, e ka mba Veliç. Veliç. Veliç e ka mba Zvogliç, e ka mba Veliç. Po. Këtu ruhet tradita shqiptare? Tradita shqiptare, ruhet tu në veshje në... Në Orqi, sidomos në Orqi shumë ruhet tradita shqiptare. Po, për shembull dasmën. Me tana, si ka qenë gjithmonë. Na flasim tanë shqip, 88% në shqiptar, në Orqi. Shqipen e kena edhe në shkolla. Është në shkollë. Po. Po për shembull, veç në fakultete ku shkom në Mërzi e kena së veç. Se s'kena, ala veç e në Tuska ishë një fakultet, ali shmuna në shkutan të tëtë. E mo shkone për Shqipnije, në Kosovë në Shqipni, fakultete. Po dasmat si bëhen, qa karakteristike kanë? Si organizohen? Zarë se dhe si për para, si para 1000 vjetëve, një sej. Qa do me thënë, mbyllet fare rruga? Mbyllet rruga, me dashën shkom krejtë me marrjen e nusën me krejtë. Me marrjen nusën, shkom në shpi, drami ba darësma në për hotele. Po, nuk e bën në lagje, a i hemu po themi ne që i ja, në për hotele ma të shumëtit. Ma të shumëtit, pak sa organizimi ma duhet në banë për lagje. Për para, kena banë për lagje, a në teshe pa ma tepi në për hotele, si i keta nga gati si lovash. Po. Kur fillon dasman, qa dite? Të shka fillu gjithmonë e kena bërë darësme, shtunën ose ndinën, të shka fillu gati përdishme, se ka shumë darësma. Ka shumë darësme, nuk mundemi përballu hotelet e gjanat me shtunën e dite. Cilat janë disa nga traditat që janë ruajtur? Veshja e nusës për shembull. Veshje kombëtare gjithmonë si ka qenë përpara. Edhe dhëndri? Njëjtë. E njëjtë. Dhe ja dhëndri shken me të këmbë. Po. Si do të këmbë? Me kostum? Me kostum, po. Po. Barë që kostumin të zgjat. Nusja pastaj me ato veshjet... Ato veshjet me ato veçanice, me ato gjana si vinë. Tash i dorovitje, ka? Kur bëhet dorovitje që hedhin parat nusës për bukurim? Kena si hedhin parat, ashtu si hedhin kjo Shkodër. Shqipëri. Si hedhin pra, po? Ja, kena si hedhin nusës para. Po ku hedhin? Në hedhin vesh muzikës para. Muzikës? Vesh muzikës para, në darse. Nusës ja qonë parat, ja qonë shpi. Po. Po, ndikush që jo para, ja i që dhe një gjë arit, ja dhe një relikë, ja dhe një unat që gjana. Ta ma tafër. Cili është grupi më i mirë këtu? Si? Grupi më i mirë muzikor këtu? Ka, ja 2-3 grupa muzikor ishe... Popullore? I di me emre, se di si di e në grupa. Po. Ishtë Shaptafa, ishte Vogliq njëse, ishte një Rojuri, ta herë Vogliq ishte shumë kantari mirë. Po. Qa muzike luaj këta? Mund ta këndosh në i këngë? Fari dushte. Qa këngë këndon, shumë? Ta këndoj bashkë? Une? Jo, zi me kënu. Po mirë, qa melodie? Me një melodie, për shembull. Po nuk di, sa bukur na ka dalë Nusja? Sa bukur na ka dalë Nusja, po. Do të thënë të njëjtat këngë? Të njëjtat këngë. Orkestra me kostume apo me popullore? Me kostume. Po daulle, kanë dasëm? Daulle. Daulle, tupana? Po, se cilë dasëm ka dalë daulle. Kemi një apo shumë? Një. Po kjo pjesa që bëj me kal dikur, është eliminuar, s'merret Nusja me kalme? Ja, s'merret me kalme. Ja në automobilet s'merret me kalme. Po videoklipet i bëj këtu në varkën tënde? Po, i bajnë vine, bajnë edhe për varka videoklipet, që se këti i bajnë videoklipet. Po, ndjele edhe ti si personazh. Po. Shumë i bukur. Ja dhe shkëmbin këtu. Si ka emri të vëni këtu? Limani 3. Pse quhet 30 gradë? Vazhi gradë që quhet për një të ashtisës veç atë lanë, veç gradë, edhe del uji sulfor. Sulfor. Po. Edhe i dimen grave shumë, ata si nuk bajsh li. Po. Shumë, edhe shumë ka sukses. Po. E përjeti veç vazhi grave. Barkat po themi ne kështu janë barka personale që vinë. Personale, po private, personale. Si punë këti këtu, po. Sa kushton një barkë personale, ta marrë? A varë, çfarë qenë jeshtë, ta varë për çfarë qenë jeshtë. Kushton pi 10.000 deri me miliona. Jo, sa kushton ta marrësh një xhiro, po themi barkën? Barkën Vet një çift. Një çift kushton 50 euro, 40 minuta, 45 minuta, po. Do me thënë me 40 minuta e mbulon gjithë pjesën e bregut. Për panoramin e uçinit. Po. Këtë pjesë më të kryesore që ai. Sa banor ka uçini? Banor. Ka 20.000. Ishi vogël. Ja, ishi vogël. Tu tash kemi plazhin e grave. Se kish plazhi grave. Që atje poshtë atje, që atje del uji sulfor. Po. Ku që e Biruca atje. Po. Atje del uji sulfor. Po. Alla aty shkoj atë mbrëm, graci nuk bajnë fëmijë, shkojnë hyjnë atë mbrëm, edhe lajnë që atë. Po burrë nuk i pranojnë fare. Ja, nuk pranojnë burrë, asë se zguzet.
burri shkëmbush me njëherë. Po. E hymra. Nuk lejo. Po, nuk lejo se vjen policia me njëherë nga. E ruan dhe policia domethënë. Po. Nuk kryer policia alisi ishte ndalu më fare, domethënë pronari si e marrë thot policia më shpejt. Po. Edhe kryet do të vimajt atë skutën asnjë mashkull më punë. Po. Po plazh nudisë, pa du. Gjerësia je më herët e Në poshtë. Nga patrosi mos të se çadë që. Aty, ka aty.